Ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj heq nga faqja e Ministrisë thirrjen për investim të sipërmarrjeve të huaja për segmentin Tiranë-Durrës. Pas publikimit në gazetën Panorama të skandalit që mban firmën e ministrit, Ahmetaj ka pranuar gabimin e tij dhe ka hequr këtë lajmërim nga faqja online. Buletini i investimeve në ekonominë shqiptare i botuar në mesin e vitit të shkuar tregonte mundësitë për investime nga sipërmarrje serioze të huaja. Shqipëria thëret, një vend mundësish, është dokumenti zyrtar ku Agjencia e Investimeve prezanton për të gjithë të interesuarit e huaj mundësitë e investimit në vend. Në mundësitë që ofrohen për investime, Ministri Ahmetaj rendit edhe autostradën Tiranë-Durrës. Ahmetaj ftonte të gjithë të huajt që të investojnë jo pak, por deri në 120 milion euro në këtë rrugë, edhe pse qeveria ka nisur projektin e gjelbërimit në këtë segment. Thirrja për investitorët e huaj qëndroi në faqen e ministrisë që prej vitit të shkuar, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që shumë investitorë të huaj të jenë përgatitur për të shtrirë aktivitetin e tyre në Shqipëri, bazuar në këtë dokument.